Pamjet që shihni në ekran vijnë nga Kurbini, një prej zonave më të prekura nga përmbytjet si pasojë e përkeqësimit të kushteve atmosferike. Kjo është vetëm rrugë që lidh fshatin Shpërdet me pjesën tjetër në njësinë administrative të Mamurësit. Rruga u shëmb herët në mëngjes si pasojë e prurjeve të shumta dhe të rrëmbyeshme të lumit Droj, duke bërë të pamundur lëvizjen për të gjithë banorët. 10 shtëpi e biznese janë në prezencën e ujit, ndërsa prurjet e lumit Droj kanë arritur në nivelin thuajse kritik. Kjo situatë, sa herë bjeshi, këto problematike. Kjo është ujë rrëmbyeshëm si që shifni vetë. Këto një fshat është, këto janë rreth 70 shtëpi. Dame, ja vëj shifi makina si ka po makina, me gjithë ata. Jo ka po dame, paka 1 metër ujë mren. Mëngjesi i së martës i gjeti rrugët e fshatit Zhej të përmbytura, ndërsa një autovetur u rrezikua nga ujërat e rrëmbyeshëm. Fatmirësisht zjarfiksit e Kurbinit arritën të shpëtojnë drejtuesin. Moti i keq shkaktoi probleme edhe në qarkullimin rrugor. Era e fortë rrëzoi pemë dhe inerte. Në rrugën drejt Shëngjinit, pemët e rrëzuara dëmtuan linjat elektrike, po ashtu në Vlorë, pemët në pyllin e Sodës penguan qarkullimin për disa minuta. Vështirësi qarkullimi pati edhe në aksin Skuraj-Burel për shkak të rënjeve të gurve në rrugë dhe derat që binin nga malet. Në Shkodër, rruga Thet Breglumi mbetet ende e bllokuar për shkak të shembjes së një masivi inertesh një ditë më parë. Era e fortë dhe moti i keq në Fier ndikoi në linjat e transmetimit në disa zona rurale të qarkut, ndërsa grupet e punës në terren po mundsojnë rikthimin e energjisë elektrike.